Ndura shikues, jemi rikthyer në studio në vazhdën e bisedave që e patëm me Rinën pranverën. Kam në studio dhe dy zonja, bëhet fjalë për zonjën Hana Shala, e cila është sociologe, mirë se ardhur. Dhe zonjën Mirjeta Pestisha Deliu, e cila është psikologe, mirë se ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit. Me Hanën dhe Mirjetën do të flasim për hezitimin e nxënësve për të shkuar në shkollë. Kush më mirë se ju dyja, pasi që të dyja jeni nëna, besoj që krahas aspektit profesional të profesionit që ju thret, normalisht e dini edhe këtë, po e them, vështirësi ndoshta për me motivu kështu fëmijët, po jo vetëm jo, po edhe prindërit të tjerë që po na shohin. Fillimisht kisha propozuar me pa një material të kolegës tonë Aida Gashin lidhje me këtë temë, më pastaj do kthehemi me mysafirët këtu në studio për të diskutuar rreth kësaj teme. Hezitimi apo refuzimi i shkollës nga fëmijët mbetet një temë që kërkon vëmendje të veçantë nga prindërit, mësimdhënësit dhe profesionistët e edukimit. Në shumë raste, pas mungesës së dëshirës për të ndjekur mësimin, fshihen arsye të ndryshme emocionale, sociale apo familjare, të cilat ndikojnë drejt për drejt në raportin e fëmijës me shkollën. Në shumë raste, fëmijët përjetojnë ankth të lidhur me shkollën. Frika nga ndarja prej prindërve, sidomos në moshat e hershme, mund të shndrohet në rezistencë të fortë për të hyrë në klasë. Për disa të tjerë, presioni për të arritur rezultate të larta apo frika nga dështimi krijon stres të vazhdueshëm, duke e bërë ambientin shkollor të duket i papërballueshëm. Një faktor tjetër i rëndësishëm është marrëdhënia me bashkëmoshatarët, fëmijët që përballen me bullizëm, përjashtim apo vështirësi në krijimin e miqësive, shpesh e shohin shkollën si një vend të pasigurt. Në vend që të jetë hapësirë socializimi dhe zhvillimi, ajo kthehet në burim, ankthi dhe izolimi. Ndikim të madh kanë edhe raportet me mësimdhënësit. Një qasje e ashpër, mungesa e mbështetjes apo mos kuptimi i nevojave individuale të fëmijës mund të ndikojë drejt për drejt në motivimin e tij. Fëmijët kanë nevojë të ndihen të dëgjuar dhe të vlerësuar, në mënyrë që të krijojnë lidhje pozitive me procesin mësimor. Nuk përjashtohen as faktorët familjar. Ndryshimet në familje, konfliktet mes prindërve, mungesa e rutinës apo vëmendjes mund të reflektohen në sjelljen e fëmijës ndaj shkollës. Në disa raste, edhe përdorimi i tepërt i teknologjisë dhe mungesa e kufijve të qartë e bëjnë më pak tërheqës angazhimin në aktivitete shkollore. Ekspertët theksojnë se hezitimi apo refuzimi i shkollës nuk duhet parë si kokëfërtësi apo mungesë disipline, por si një sinjal që kërkon vëmendje dhe kuptim. Identifikimi i hershëm i shkakut dhe bashkëpunimi mes prindërve është thelbësor për të ndihmuar fëmijën të rikthejë besimin dhe dëshirën për të mësuar. Për këtë çështje, në studio do të diskutojmë me profesionistë të fushës, të cilët do të përgjigjen disa pyetjeve kyçe. Cilat janë shenjat e para që një fëmijë po zhvillon refuzim apo hezitim ndaj shkollës? Si mund të dallojnë prindërit nëse bëhet fjalë për dembelizëm apo për një problem emocional më të thellë? Apo si mund të ndërhyhet në kohë për ta rikthyer fëmijën në rutinën shkollore pa presion? Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studio, por ndryshe kemi lajmëruar në fillim të emisionit që do të jetë edhe Rinar Qehaja në studio me neve, që është ekspert i arsimit, por shpresoj shumë që do të mbri në emision, si do që të jetë. E thash, jemi me Hana Shalën, sociologe, dhe zonjën Mirjeta Pestisha Deliu, e cila është pra psikologe. E pa më paka shumë Aida, që tregoj edhe disa statistika, apo edhe po e them kështu problematik që zakonisht ndodh kjo, po që e di që herën e kaluar kur qenë në emision, Mirjet, fëmijët i kitë vegjën, do shta ende nuk ka ra kështu me i motivu, po lidhët me kopshtin besoj edhe me këtë pjesën tjetër. Por si psikologe sa është të vështirë edhe cilat janë sfidat për me i motivu fëmijët, sepse e dim gjithë se jo çdo herë u shkohet atyre në shkollë. Në fakt, gjithë përvoja ime
nështë personale lidhet me atë profesionale, pasi që në qendër të cilet trajtoj fëmijë me nevoja të veçanta, mund të them që ndoshta në vitit e fundit një numër i konsiderueshëm është rritur për shkak të fëmijëve të cilët nuk dëshirojnë të shkojnë në shkolla dhe për shkak të rezistencës të cilën e kanë për të shkuar në shkollë. Dhe është një numër, mund të themi që ndoshta nga rastet e mëparshme të cilët kanë kërkuar ndihmë prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta për shkak të ngecjeve të tyre në zhvillim, për shkak të mos komunikimit apo për shkak të ndonjë simptoma të cilën e kanë vritur tek fëmijët, mund të them që këtë numër e ka plotësuar mjaftueshëm rezistenca që fëmijët në ditët e sotme të shkojnë në shkollë. Dhe natyrisht kjo është shqetësuese, pasi që mund të themi që ndoshta brenda një muajit janë dikon afër 10-15 fëmijë prindë të cilët kërkojnë ndihmë për fëmijët e tyre për shkak të vështirësisë së njëjtë. Dhe natyrisht kur kthehemi dhe e mendojmë se çfarë po ndodh në ditët e sotme me fëmijët të cilët nuk dëshirojnë të shkojnë në shkollë apo refuzojnë të shkojnë në shkollë, unë mendoj që ky është një akumulim i disa situatave të cilët pastaj fëmiu mund të vijë deri tek refuzimi që të shkojnë në shkollë. Ne nuk mund të themi që në vendin tonë kemi kurrikula mjaftueshëm të mira për shkak të motivimit të fëmijëve, pasi që ne dim që ende jemi edhe si shoqëri mirë, po dhe institucionet tona e praktikojnë presionin social, atë se si një fëmijë t'i merr të gjitha pa e sa, kjo kultivohet së pari në familje, pastaj kalon edhe në institucionet të cilet fëmijët vijojnë shkollën, dhe kur flasim për presionin social, pastaj kjo po kalon në një frikë ku fëmijët po ju krijohet ankthi dhe frika ambientale e shkollës. Dhe natyrisht që nuk mund të themi që gjithë problemi mund të qëndrojë në shkolla, natyrisht që është një përgjegjësi e institucioneve shkollore, mirë po ne mendoj që një fëmijë kur shkon në shkollë nuk merr vetëm një çantë me vete me librat e tij, mirë po merr edhe gjithë përvojën familjare të cilën ai e ka përjetuar. Mendoj që edhe disa gjëra të cilat mbjellen brenda familjes, fëmiu i merr me vete në shkollë dhe kjo mund të bëjë edhe institucionet shkollore jo të dëshirueshme. Pastaj kur flasim për disa nga shkaqet të cilët fëmijët po refuzojnë sot shkollat, mund të jetë edhe bullizmi, mund të jetë krahasimet sociale, mund të jetë etiketimet të cilat ju vendosen në shkolla, mund të jetë frika sociale apo fobia sociale e cila është e njohur në psikologji, dhe kur përmbledhen të gjitha këto mund të themi që ka disa fëmijë të cilët thjesht refuzojnë të shkojnë në shkollë dhe ky refuzim po vjen fuqishëm ku nga përvoja profesionale ku pas raste kur fëmiu deri në një muaj ka rezistuar gjatë gjithë kohës të shkojë në shkollë, derisa prindi ka kërkuar ndihmë. Mirë po edhe ndihma nuk mund të jetë individuale, sepse edhe ne si psikolog nuk mund të punojmë individualisht vetëm me fëmijën, pasi që është një zinxhir i cili lidh institucionet, e lidh prindin dhe natyrisht edhe vetë fëmijën. Ti mund të punosh me fëmijën në mënyrë më të mirë të mundshme, mirë po unë mendoj që çdo fëmijë i cili refuzon të shkojë në shkollë e ka një bagazh i cili është mbushur deri më tash për shkak të përvojave të veta jo të mira, qoftë të përjetimeve në shkollë apo të gjendjes së tij emocionale jo të mirë. Ana, pse ndodh kjo? Si sociologe përmendi edhe Mirjeta si psikologe që do të flasim gjatë intervistës pjesa e bullizmit që ka shumë fëmijë edhe disa parandalime tjera që ju bëhet atyre, po pse ndodh ky hezitim i nxënësve dhe nuk e di pse, po kam përshtypjen gjenerata nga gjeneratë ndryshimet që bëhen, si ndodh kjo dhe pse ndodh? Po, fillimisht shkolla është një institucion shumë kompleks, nuk është vetëm për ngritje akademike dhe ne duhet ta dimë që nuk i dërgojmë fëmijët në shkollë vetëm për ngritje akademike, mirë po shkolla duhet të jetë po ashtu burim edhe i mirëqenies për fëmijët. Ashtu siç e përmendi edhe psikologja, probleme të shumta që mund të bartën nga familja tek fëmiu dhe prandaj ai mund të refuzojë të shkojë në shkollë, mirë po megjithatë edhe shkolla duhet të sigurojë një ambient shumë të mirë, një mirëqenie shumë të lartë në shkollë, në mënyrë që fëmia të jetë gjithmonë i motivuar për të shkuar në shkollë. Përtej mësimit duhet të jetë një qasje shumë e mirë e mësuesve dhe arsimtarëve të cilët i presin fëmijët, duhet të ketë një barazi në shkolla, duhet të jenë të mbrojtur nga bullizmi dhe shumë veti të tjera, për këtë arsye në këtë mënyrë që shkolla të bëhet një ambient i sigurt dhe i dashur për fëmijët. Pra janë një sër çështjesh të lidhura mes vete, e mbi të gjitha dhe trekëndshi shkollë, fëmijë dhe prind i cili duhet të jetë
jashtëzakonisht funksional në mënyrë që mos të vijë deri tek refuzimi i fëmijëve për të shkuar në shkollë. Sa është i rëndësishëm ky trekëndshi që e përmendet që të dyja faktikisht, pasi që është një zinxhir, siç e tha psikologët. Ky trekëndsh faktikisht është jetik, sepse fëmia ashtu siç tha psikologja vjen me një bagazh prej shtëpisë, në anën tjetër nëse nuk e gjen një mbështetje, nëse nuk e ka një mirëqenie mirë, po ka vetëm presion për ka aspekti akademik, ai natyrisht do të ndjehet i frustruar, jo një ambient jo komod për të dhe do të shkojë deri tek refuzimi i shkuarjes për të shkuar në shkollë. Në anën tjetër, fëmijët tanë nuk është që janë të mbrojtur nga bullizmi shumë, sepse tani më e dim që është një fenomen jashtëzakonisht serioz dhe shumë i shpesht nëpër shkollat dhe institucionet tona shkollore. Për këtë arsye duhet që ky trekënd të jetë shumë funksional, që prindi çdo herë të jetë në dijeni për emocionet edhe për nevojat e fëmijës, po ashtu edhe mësuesit të jenë edhe në dijeni, po edhe të jenë vigjilent ndaj nevojave të tyre. Mirë, hapëm temën e bullizmit, që është një problem shumë i madh, pastaj do flasim edhe me hanën këto ndryshimet që po ndodhin, se ndoshta nuk është shkolla gjithmonë po e cekim si më herët, tash ka pak ndryshime, nuk e di që po shkohet shumë nga teknologjia, nga AI, edhe këto ndryshime ndoshta hana mundet me na shpjegu, po mirë pse është pjesa e bullizmit sot shumë problematike, jo vetëm në këtë temë, po gjithmonë fëmijët po i prek, dashur e pa dashur, jo vetëm në shkollë, po edhe jashtë, po në këtë rast pasi kemi këtë temë. Ndërlidhet shumë me këtë pjesë. Unë mendoj që bullizmi ka ekzistuar gjithmonë, vetëm që në ditët e sotme ne e kemi identifikuar dhe jemi domethënë të vetëdijshëm që ky term thirret bullizëm. Sepse në fakt edhe ne kur kemi qenë në shkolla, kemi pas ngacmime të tilla, kemi pas etiketime të tilla në mes të shokëve, në mes të shoqeve, sidomos mësimdhënësit kanë qenë edhe kanë pasur më të shprehur pjesën e bullizmit, sepse unë e kam sikur edhe më herët, kam qenë një prej personave që kam vujt nga bullizmi dhe etiketimi i mësuesës që derivon kam pas edhe fobi sociale për shkak të bullizmit dhe etiketimeve të cilat janë bërë nga vetë mësimdhënësit dhe unë mendoj që në ditët e sotme është i shprehur jo më pak apo më shumë mund të themi, mirë po është term i cili është identifikueshëm dhe fëmijët janë domethënë të vetëdijshëm që ky është një ngacmim. Mirë po, unë mendoj që bullizmi nuk është i shprehur vetëm në shkolla, bullizmi është i shprehur së pari brenda familjes, sepse prindrit janë ata të cilët bullizojnë së pari fëmijët apo bëhen bullizues dhe fëmijët e modelojnë këtë dhe e shfaqin pastaj në shkolla. Nëse nuk kishin pas bullizëm brenda familjes, mendoj që fëmijët nuk kishin që ta modelojnë këtë sjellje edhe me moshatarët e vet. Unë e di që normal janë pjesa e shkollës apo pjesa e nxënësve ngacmimet në mes tyre e këto lloj gjëra që janë gjithmonë prezente në çdo vend të botës, mirë po etiketimet, përqeshjet janë domethënë më të theksuara tek ne sepse ndodhin edhe brenda familjes. Unë mendoj që ndoshta edhe institucionet arsimore duhet të bëjnë më shumë rreth kësaj, sepse në disa raste ne nxënësit mund disa faktorë të cilët janë bullizues mund të mos identifikojnë si bullizues. Është bërë një hulumtim nga Universiteti i Austrisë ku nga pyetësorët të cilët ju kanë bërë fëmijëve ata në disa lloj situatash nuk e kanë ditë që ato janë tamam është bullizëm ai. Sepse bullizëm e shfaqin vetëm atëherë kur ai i thotë diçka dikujt apo e përqesh për shkak të veshjeve apo për shkak të dukjes. Mirë po, kur flasim në ditët e sotme, mendoj që ndoshta edhe krahasimet sociale apo edhe vetë teknologjia po e bën edhe më dinamike pjesën e pjesën e bullizimit për arsye se krahasimet sociale të cilat ne po i shohim sidomos, po e them ndoshta në shkollat e mesme apo atëherë kur fëmijët fillojnë të përdorin edhe rrjetet sociale, po është edhe më i shprehur për shkak që fëmijët natyrisht për të qenë pjesë e grupit, po duhet të pranojnë shumë gjëra të cilat ndoshta nuk janë as të dëshirueshme për mirëqenien e tyre. Për të qenë pjesë e grupit, po bëhen ndoshta pjesë shumë lojrave të cilat janë të rrezikshme, po bëhen pjesë e bullizmit, po bëhen pjesë e etiketimeve, e përqeshjeve karshi njëri tjetrit vetëm për të qenë pjesë e grupit. Dhe natyrisht që kjo është shqetësuese, mirë po mendoj që institucionet tona dhe duhet të bëjnë më shumë në fakt që të parandalojnë pjesën e bullizmit, sepse njëra prej arsyeve kryesore
kryesore kur fëmijët rezistojnë të shkojnë në shkollë apo thjesht ju formohet presioni akademik ose pjesa e frikës sociale apo e fobisë sociale vjen nga vetë bullizmi. Mirë, Han, si i përshkruan këto ndryshimet që po ndodhin në përgjithësi nga gjenerata në gjenerata dhe këto ndryshimet teknologjike, edhe sa ndikojnë pikërisht në këtë temë të fëmijët? Natyrisht ndryshimet fillimisht janë krejtësisht normale. Nuk do të ishte normale sikur sistemi shkollor, arsimor dhe shoqënia jonë të ishin të njëjta sikur e prindve tanë, sikur e jona dhe sikur e fëmijëve tanë. Sepse shoqëria është gjithmonë në tranzicion, e po ashtu edhe shoqëria jonë. Për këtë arsye kanë ndryshuar edhe preferencat, kanë ndryshuar edhe stili i të dashurit të shkuarit në shkollë e të tjera. Natyrisht, zhvillimi i teknologjisë e ka bërë një ndryshim të madh në shumicën e rasteve edhe negativ. Tani më fëmijët janë të masa të ekspozuar në teknologji dhe kjo njëherët e bën shkollën më pak atraktive. Duke marrë parasysh edhe që shkollat tona fatkeqësisht nuk kanë resurse të mjaftueshme dhe nuk kanë kabinete në shumicën e lëndëve, po flas për shkollat publike. Nuk kanë shumica kabinete, lëndët janë pothuajse të mërzitshme gjatë kohës që spjegohen, përderisa një fëmijë një pjesë të madhe të ditës e kalon në teknologji ose gjatë disa viteve ka qenë i kyçur në teknologji, kështu që kjo automatikisht do të ndikojë që shkolla të jetë në një mënyrë jo motivuese dhe jo interesante për të. Shtoja kësaj edhe numrin e madh të nxënësve që e kemi në shkolla, mungesa e kabineteve dhe hapësirave të ndryshme, ku secilin lëndë do ta bënin atraktive. Mësimi gjithditor është në disa prej shkollat të Kosovës, por në anën tjetër nuk ka resurse që të zhvillohet në mënyrë të denjë si duhet, edhe kjo e bën shkollën më pak atraktive. Sa jemi të resurset, sa po i kuptojnë profesorët edhe mësuesit fëmijët sot me gjitha këto ndryshime, sepse gjithmonë themi që përpara janë respektuar shumë a shumë profesorët, megjithëse me të vërtetë ka shumë kritika sot për nxënësit sot, pasi që më herët me të vërtetë pozicioni i profesorit ka qenë shumë institucional, që tha edhe zënja Han, kështu që sa po kanë mirë kuptim me njëri tjetrën që mos më ardhe kjo hezitimi i nxënësve për në shku në shkollë. Unë mendoj që tranzicioni i cili ka ndodhur në kohët e fundit natyrisht që i ka lënë edhe mësimdhënësit pak të pa informuar kërshi nevojave të fëmijëve në ditët e sotme. Mirë po ky tranzicion nuk ka prekur vetëm mësimdhënësit, mirë po ka prekur edhe prindërit, për arsye se në shumë raste prindërit në bazë të përvojës profesionale kanë vërejtur që rastet e cilet kanë ardhur në ordinancë për shkak të mosveshmërisë së fëmijës në shkolla, ka ndodhur atëherë kur prindi ka qenë ose shumë tolerant ndaj fëmijës duke aplecuar çdo tekë dhe çdo çaf fëmijët të tij, ose ka qenë shumë jo tolerant dhe ka qenë shumë strikt karshi nevojave elementare të fëmijët. Domethënë janë dy kontraste të cilët në shumicën e rasteve ne nuk ka disa prindë të cilët në fakt nuk e din as llojin e prindërimit të cilën janë duke aplikuar. Dhe kur një fëmijë shkon në shkollë nga një ambient familjar i cili thjesht nuk ka rregulla, nuk ka kufe, nuk ka prindë të cilët thjesht janë autoritar apo prindë të cilët vendosin rregulla dhe ai duhet të respektojë ato rregulla nga dikush më i rritur, kur vazhdon të shkon në një ambient siç është shkolla dhe duhet të respektohen rregullat të cilat vijnë nga institucioni i shkollës apo nga ndonjë person i cili është siç është mësimdhënësi, atëherë fëmiu mund ta ketë sfidë për jetimin e këtij ambientit. Dhe unë mendoj që ndoshta mësimdhënësit të cilët janë më të rinj në moshë mund më shumë ta kuptojnë pjesën e nxënësve në ditët e sotme, mirë po prap kemi nevojë mjaftueshëm që mësimdhënësit të trajnohen edhe më shumë për thjesht se si t'i kuptojmë mbështesjen dhe si t'ju ofrojmë një vend të sigurt, një ambient të sigurt fëmijëve në ditët e sotme. Sepse unë mendoj që ne kemi lëndë mjaftueshëm në ditët e sotme që fëmijët i mësojmë, mirë po nuk e kemi, mendoj, nuk e di për vitet e fundit, mirë po sa e kum pa, nuk kemi as edhe një lëndë në vendin tonë që mësohet për menaxhimin e emocioneve, se si fëmiu të menaxhojë, të shpreh emocionet e tij të cilat janë elementare
shpërndare për zhvillimin e gjithë ecurisë akademike. Në shumë raste, si gjithashtu edhe prindërit, mirë po edhe mësimdhënësit bëjnë presion akademik ndaj fëmijëve, duke mos pasur për bazë gjendjen emocionale të fëmijëve. Nëse një fëmijë nuk është në gjendje të mirë emocionale, natyrisht që pjesa akademike do të jetë, ndoshta mund të them në rezultatet e fundit mund të jetë jo shumë e dëshirueshme, apo mund të jetë ndonjë presion i cili vjen prej frikës apo vjen për shkak të presionit të madh i cili t'i është bërë nga të dy anët, nga prindërit dhe nga mësimdhënësit. E di që dinamikat e mësimdhënësve në ditët e sotme janë shumë të larta, mirë po mendoj që kur aplikohet një trekonsh në mes të institucioneve, në mes të prindit, gjithashtu edhe psikologët e shkollës, të cilët e kanë natyrisht edhe një rol të veçantë dhe ne e dimë se si funksionojnë psikologat në ditët e sotme në shkollat tona, mendoj që ky trekonsh do funksiononte për më të mirën të mundshme që fëmijët të sigurohet një mirëqenie e mirë në institucionet arsimore. Sa janë institucionet, kështu po e them, edhe atraktive, edhe shkollat, edhe e përmende që ndoshta nuk është cilësia e gjithë orëve të mirë, ka pas raste shembull komunë Prishtinës që është bo ky mësimi gjithë ditor, sa do ishte më atraktive për fëmijët edhe sistemin, ndoshta me ndryshu me kohë, me u bo kështu si gjithë ditor. Ka edhe kritika edhe për këtë pjesën gjithë ditor, që është shumë për fëmijët. Do të ka secili ose me marrë ndonjë shembull po e them nga vendet e tjera. Faktikisht nuk është shumë që fëmijët që qëndrojnë tetor në shkollë, kjo praktikohet në pothuajse në të gjitha vendet e Evropës. Mirë po, kjo kësaj i duhen kushtet e përshtatshme që një fëmijë të qëndrojë tetor në shkollë. Pra shkolla duhet të kenë kabinete të ndryshme, duhet të ketë kurikula të parapara që fëmijët të qëndrojnë tetor në shkollë, përderisa shkollat gjithditore që janë bërë të na vazhdojnë dhe punojnë me kurikulat e vjetra, të cilat i kanë parapa që fëmijët të qëndrojnë në shkollë 3 deri 4 orë. Kështu që i duhen ambientet edhe i duhen mësuesit të jenë më të përgatitur për të përmbajtjen e mësimit gjithditor, se dhe aktivitetet dhe lëndë shtesë. Po ashtu duhet shtuar edhe si pjesë e domosdoshme e sistemit arsimor, duhet kuptuar që jo çdo fëmijë domosdoshmërisht duhet të ketë të gjitha notat më të larta në të gjitha lëndët, në 3-14 lëndë sa i kanë, sepse është gjë normale që edhe duhet të normalizohet që një fëmijë të jetë më i fortë në disa lëndë, të jetë i dobët në ndonjë lëndë. Kjo në mënyrë që mos të shkaktoj stres fëmijës dhe në anën tjetër të mos ta demotivoj për shkuarjen në shkollë, se dhe për mësimin për lëndët e tjera. Kështu që në një mënyrë duhet një ristrukturim pak i sistemit arsimor të në Kosovë, duke filluar që nga ambientet e shkollave, se dhe tek kurikulat dhe mënyrën se si mësuesit dhe arsimtarët mirën me fëmijët. Ata duhet të kuptojnë që ka një rol krucial në edukimin e fëmijëve, pra thash edhe jo vetëm në edukimin akademik, por në mirëqenjen totalit të fëmijës, sepse ai fëmijë po qëndron jashtë shtëpisë tetore në një institucion tjetër dhe nëse nuk trajtohet mirë, atëherë i shkaktohen probleme afatgjate. Cilat janë këto probleme afatgjate? Që e përmendi shumë mirë Hana me të drejtë, pasi që të lashët vinë pastaj, jo ndoshta me kohë, me rritjen e tyre, normalisht fillojnë ato problemet që s'kemi dëshirë as si prind pas si shoqërimi pas. Prindrit duhet të jenë vigjilent për simptomat të cilat fëmiu i shfaq atëherë kur refuzon të shkojë në shkollë. Refuzimi i shkollës nuk vjen nga rebelimi i fëmijët, as nuk vjen nga debelizmi i tij, siç është i shfaqur në shoqërinë tonë, mirë po vije duke u akumuluar shumë situata apo duke qenë një ambient jo i dëshirueshëm për fëmijët i cilë kanë nxitur fëmijën deri në ato masa që të refuzojë të shkojë në shkollë. Disa nga simptomat e para të cilat mund të jenë janë ato simptomat somatike, kur fëmiu në momentin që dëshiron të shkojë në shkollë shfaq simptoma si dhembje koke, dhembje barku, apo simptomat të cilat domethënë janë fizike.
Përveç kësaj, fëmijë që refuzon të shkojnë në shkollë përjeton edhe ankth. Ankthi mund të shfaqet në ato raste kur ai shpërthen më të quajtura, kur ai ka shpërthime më të shpeshta gjatë ditës apo gjatë javës, atëherë kur fëmiu çon në momentin që dëshiron të shkojë në shkollë dhe kur fëmiu fillon edhe verbalisht të refuzojë shkollën. Mirë po, ne nuk duhet ta imponojmë fëmijën domosdoshmërisht të shkojë, ndoshta po e them me dhunë në shkollë, mirë po ne duhet të dimë burimin se pse po ndodhin ato refuzime që të shkojnë në shkollë. Kur e identifikojmë burimin, e kemi më të lehtë edhe intervenimin. Në ditët e sotme, mendoj që gjithë secila shkollë ka edhe psikologun e vet, ku prindi në momentin që fëmiu refuzon në shkollën, para se të marrë dhe ta dërgojmë me dhunë në shkollë apo me zor që e kemi të shfaqur në shoqërinë tonë, duhet të diskutojmë pse ai fëmijë po refuzon të shkojë në shkollë. A është i prekur fëmiu nga bullizmi, a është i prekur nga etiketimi, nga krahasimet sociale, apo përjeton fëmiu frikë ambientale, ankthëndarjes, sidomos në vitet e para të shkollës, parashkollore apo në klasën e parë. Dhe kur këto burime merren për bazë, atëherë merret edhe intervenimi. Mirë po, nëse prindërit nuk gjejnë mjaftueshëm hapësirë që të diskutojnë me psikologët e shkollës, atëherë mendoj që gjithë secila simptom e cili fëmiu e shfaq duhet që të merret për bazë dhe të trokitet në derën e profesionalistëve në mënyrë që të kërkohet ndihmë. Natyrisht i vetëm me një fëmijë nuk mund të punohet, mirë po duhet të bëhet një grup i intervenimit në këtë rast, pasi që ti mund të punosh në mënyrë individuale me fëmijët, mirë po janë faktorët e tjerë ambientalë të cilët e kanë shfaqur ndoshta gjithë simptomat e drejtanishme tek ky fëmijë, dhe këto janë disa nga simptomat që fëmiu mund të shfaq atëherë kur shkolla bëhet një ambient i padëshirueshëm për të. Ana, kushtu duhet me qenë model, po e them kështu në kuptimin e shteteve të zhvilluara në lidhje me këtë temë. E di që me të vërtetë ndoshta nuk takon vetëm ty kështu si pyetje, po kam përshtypjen që duke ditë që keni eksperiencë si sociologë, besoj edhe si prind në fund të fundit, kush do duhet me qenë kështu model i shteteve që duhet me ndjek që me të vërtetë mos me pas hezitim, se kemi kështu shumë herë që fëmijët ndoshta mundesh me na treguar psikologa cilat mosha janë kështu pak më të ndihshme në këtë drejtim. Pa diskutim që shtetet skandinave janë ato të cilat e kanë një arsim jashtëzakonisht të zhvilluar, e mbështesin jashtëmase mirëqenien e fëmijëve, edhe për këtë arsye, përveç se janë shembull, duhet të jenë edhe shembull për ne. Por për të arritur nivelin e shteteve skandinave, ne duhet jashtëzakonisht shumë punë. Përveç çështjeve teknike dhe në infrastrukturë, ne duhet të bëjmë punë të madhe në kurrikulat tona, mbi të gjitha në mentalitetin e shoqërisë sonë, i cili i nxit fëmijët shumë shpesh drejt gjërave që në momente të caktuara mund të jenë të paarritshme për ta. Për këtë arsye, gjithmonë duhet shkuar në një linjë së bashku me fëmijën. Pra, sistemi arsimor duhet shkojë në një linjë me fëmijën, në mënyrë që fëmija mos të ndjehet i frustruar dhe mos të mendoj që po kërkohet prej tij më shumë se sa ai që ka kapacitet. Pra, secila mësuese, secili mësues duhet ta ketë të qartë që fillimisht është e rëndësishme mirëqenia e fëmijut, se sa fakti nëse ai i merr të gjitha pesa. Sepse asnjë mësuesit nuk i duhet një fëmijë i cili ka të gjitha pesa, por në anën tjetër vjen në shkollë me vështirësi, ose nuk ndjehet mirë, ose çdo mëngjes pritet muqu për të shkuar në shkollë. Nuk është suksesi i mësuesës kur fëmia ka krejt pesë. Suksesi i mësuesës është kur fëmia shkon me gëzim në shkollë. Megjithatë, të ne në shoqërinë tonë gjithmonë lidhet kjo pjesë të numri 5, të ajo që fëmija jonë gjithmonë duhet me qenë peshe, kur s'është peshe nuk është mirë. Pse ndodh kjo edhe sa është presion për fëmijët, me të vërtetë ndoshta gjenerata ne pak më, s'po them më të vjetër se 3, po e kam fjalën që gjenerata e re ende, s'po them, kanë presion, po më herët ka qenë kështu. Në fakt, kur flasim për shtetet të skandinave të cilët i ceku edhe sociologja, njërin prej ndoshta po them roleve kyçe apo njërin prej çelëseve të cilët e kanë për shkak që janë të njohur jo vetëm për arsimimin, mirë po edhe për prindërimin të cilët e kanë në mënyrë perfekte po e them, është që nuk bëjnë presion tek fëmijët.
Mirë po qoftë presion kur ata janë para se të shkojnë në shkollë, mirë po as presion akademik kur ata janë pjesë e shkollës. Sepse ne prej të vegjël mundohemi që të rritim fëmijët me presion. Presion që ata të qëndrojnë në mënyrën që ne dojmë, që të flasim siç dojnë ana, domethënë gjatë kohës kur fëmijët janë të vegjël, natyrisht që po sepse këtu krijohet edhe fobia sociale. Fobia e parë sociale krijohet atëherë kur në ambientet e shtëpisë kur para se fëmijët të shkojnë në shkollë vetë prindit ja kanë akumulu këtë frikë sociale për shkak të presionit të cilit ju kanë bërë. Mos u zgjaj kur vjen dikush, domethënë ende jemi shoqëri që jepëm më shumë hapësirë të tjerëve se sa fëmijëve. Domethënë këtu janë disa gjëra të cilet lindin jo vetëm tek pjesa e institucioneve, mirë po ne duhet të vedisohemi gjithë secili individ në mënyrë se si të prindrojmë së pari mirë, sepse nëse ne dim të prindrojmë mirë, institucionet do e kenë më të lehta pastaj rrugtimin e tyre me fëmijët tonë. Mirë po, nëse ne si prind nuk thjesht nuk i largojmë disa gjëra të cilet po i bëjmë dëm në ditët e sot me fëmijëve, se ne që të vegjël bëjmë krahasime në mes vëllezërve apo motrave. Dhe natyrisht që kur fëmiu shkon në shkollë, kjo është normalizuar për të, edhe nëse etiketohet apo krahasohet nga të tjerët. Si nxitje për të arritur dikush diçka, ende kemi krahasimin në mes të fëmijëve. Dhe mendoj që këtu janë disa faktorë të cilët nëse ne ndryshojmë gjithë secili individualisht, natyrisht që edhe institucionet do e bëjnë më të mirën të mundshme. Dhe mund të themi që në shkollat tona ende ne i dërgojmë fëmijët në shkollë për na bërë krenar prindërve. Në fund të fundit i themi dikujt që fëmiu jon ka pasur këtë pesa në librezë. Mirë po, çka ka përjetuar fëmiu gjatë kohës që ka mësu, pak e diskutojnë këtë pjesë. Domethënë se si ka qenë fëmiu nga gjendja emocionale kur ka shkuar në shkollë, pak e diskutojnë këtë pjesë. Se a është dërgu fëmiu me zarr në dhomë edhe është imponu që të mësohet, pak e diskutojnë këtë pjesë. Domethënë, ne i shohim fëmijët sikur krenaria jonë që të vijë në fund të vitit me pesa. Mirë po unë mendoj që një fëmijë i cili nuk është punuar në gjendjen emocionale, në menaxhimin emocional të tij, natyrisht që këto pesa një ditë do jenë të pavlefshme. Për arsye se gjendja emocionale është ajo e cila na përcjell gjatë jetës. Pavarësisht farë pozite të punës do e kemi, gjendja emocionale dhe rregullimi emocional të cilin ne do e kemi është faktor i përditshmërisë tonë, i marrëdhënieve me të tjerët, i prindrimit se si ne do i prindrojmë fëmijët tonë. Domethënë është zinxhiri kyç i vetë rregullimit tonë dhe vetë kontrollit tonë të cilin ne i kemi. Nëse nuk i mësojmë fëmijët faktorin kyç të vetë rregullimit, menaxhimit emocional, natyrisht që gjitha gjërat të tjera mendoj që një të ardhmen nuk do kenë shumë vlerë. Sa është e vështirë ajo që e tha edhe psikologu Jahan, që kjo pasioni i fëmijëve që ndoshta kanë për një vend tjetër ose ato ëndrat e tyre drejtohen në një drejtim tjetër që ndoshta fëmia nuk është i lumtur dhe nuk e bën atë kështu me gëzim, por që duhet me i marr të imponuara prej prindve edhe me marrë ato peshë që në fund nuk di sa do të vlej. Po shkolla ndër të tjera do të duhej që secilin fëmijë ta kanalizonte sipas talentit dhe sipas dëshirave të tyre. Pra, nëse një fëmijë e shfaq një talent ose ka prirje më shumë për shkenca sociale ose për shkencat eksakte, duhet që edhe shkolla ta kuptoj, ta drejtoj në atë anë dhe në anën tjetër ai fëmijë të vazhdojë dëshirat dhe pasionet e tij, pa qenë detyrimisht që duhet të marrin edhe notat më të larta edhe në lëndët e tjera. Por kjo nuk është vetëm çështje kurrikulash, kjo është edhe një çështje mentaliteti. Thash edhe më herët, ne gjithmonë jemi rrit me idenë që duhet të jesh i mirë dhe i suksesshëm kur i ke të gjitha pesa në të gjitha lëndët. Për këtë arsye, në shumë shkolla jashtë shihet talenti i fëmijëve, talente të ndryshme, dëshira të ndryshme, dikush për ndonjë instrument muzikor, dikush për matematikë dhe kështu ai fëmijë në një mënyrë drejtohet rreth atyre lëndëve, edhe për shembull në shkollën mesme tani më vetëm se e din ku do të jetë dhe çfarë do të studiojë më tutje. Edhe ju bën, po e them kështu, ju ndikon pastaj në të ardhmen e tyre, pavarësisht që ka shumë fëmijë që nuk e ndjekin atë ëndrrën e tyre, po sa janë të suksesshëm ata. Se mandej edhe kjo lind pyetje, sa një profesion që nuk e duan ata, edhe jo është imponu,
sa ndikon të ata, e kom fjallin, pastaj më vonë, kur e bëjnë një mosh relativisht më të madhe. A ka gjaza që ndrojnë profesionin mas një, se mund të jetë edhe vonë dikur? Po nuk do të thotë edhe që shkojnë në atë profesion, po në anën tjetër unë kështë të ka folë dhe për shkollën fillore edhe të mesme, se tani më kur ata i kanë 18 vjetë janë të lirë, vendosin shka do qoftë. Por kush e pagun kostën e gjithë atyre lëndëve dhe atyre pesreve dhe atë presioni që e kanë pas ata me vitet tona. E vërtet, po ka të atilë që kanë shkollën mesme një profil tjetër, pastaj në fakultet duhet me zgjedh krejt tjetër çka. Po me sistemin e Bolonjës tash kemi mundësinë që prej shkollës mjekësisë më shku në studiu psikologji, më studiu lëndë tjera. E besoj që është shumë ma lehtë, apo? Po është ma lehtë edhe tek e fundit nuk do të thë që njëri duhet me bo zgjedhjet e duhura me 18 vjetë edhe më shku në fakultetin që do të punoj gjithë jetën me atë profesion. Shumë thjesht, nështë me një kohë tjetër. Do sa s'pëlqen me 50 vjetë duhet me ndru profesionin. Krejt legjitime. E vërtet. Sa ndikon të fëmijët? Në fakt, ndryshimi profesionit nuk për e them, po ndështë ndryshimi drejtimeve ka ndodhët të kun, nga administrata, kom doa një sociologi, prej sociologjisë në psikologji. Po, dhe nuk jam as pak pishma për këto, sepse nëse dëshirojmë të arrit një do arrim atëherë kur ne i dim që ajo është e duhura për ne, mirë po mendoj që ndoshta kjo pjesa që ne nuk din të identifikojmë nevojat kur fëmiu është i vogël, se çka po e nxit më shumë fëmijët, çka po i pëlqen më shumë fëmijët, sepse në vendin tonë ende ndoshta po e them këto lëndë që janë muzika, arti, ende merren si pjesë e lojës, edukata fizike, për shembull në këto 3 lëndë të cilat janë shumë element. Jo, nuk merren si diçka të rëndësishme. Të rëndësishme mund të jetë gjuha shqipe, matematika, mirë po këto lëndë të tjera merren ndoshta lëndë dytësore dhe më shumë mund të zhvillohen si lloj hajgare, po e them ndoshta kushtimisht në orët e tyre, sepse në edukat fizike nuk merren me sporte, po vetëm fëmija dalin jashtë dhe tash mbarët nasha për shkollës në shkollë, vetëm sa e kanë vrejt. Dhe me thamë, fëmiju mund të jetë shumë i mirë në instrumentet muzikore, mirë po vetë shkolla nuk jep vleft muzikës apo lëndës muzikore në ditët e sotme, ose tek arti figurativ mund të jetë shumë i mirë në piktur, mirë po ne e shuajmë gjatë rrugës talentin e atij fëmijët. Gjithashtu jemi në vend të cilet natyrisht që kushtet financiare e bëjnë që fëmijët të mos frekuentojnë dashur shumë edhe kurse që prindërit të jenë vigjilant dhe të dinë se cila është ajo të cilën fëmiu po është më atraktiv aty dhe po i pëlqen më shumë. Sepse ndryshimi i drejtimeve mund të ndodhë ndoshta edhe në shkollë të mesme edhe në fakultet, mirë po është diçka e cila nëse një person e don do arrijë në çfarëdo moshe të cilën e praktikon. Mirë, si përfundim, kur jo lejohet fëmijëve që me pushu në erë, se kam përshtypjen, po na shohin në fëmijë, po që ajo që ndoshta dallimi mes hanës që është liberale dhe bashkëshortit të saj, që ndoshta mundet të sjellin pak më ndryshe, ose këtë rast edhe juin, sa duhet me lëshu pen këtë drejtim, qofse fëmijët me të vërtet thjesht nuk dëshirojnë një ditë me shku për arsye objektive, po e them. Jo shëndetësore, sepse normalisht. E nënkuptueshme. Unë mendoj që fillebesht, kur janë pushimet, kurdo që janë ato pushime, fëmijët nuk duhet të kenë detyra, sepse është pushim. Ashtu si kur ne... Ngarkohen ato gjatë kohës të pushimeve? Jashtë mohase është ngarkesë. Nëse ne prej punës marrim pushim edhe jemi në pushim, atëherë njëjta duhet të vlejë edhe për fëmijët. Nëse kanë një javë pushim, prezojmë pushimin pranveror, atëherë duhet të mos kenë detyra, sepse edhe ata kanë nevojë të relaksohen që të vazhdojnë edhe 2-3 muaj intensiv të tjerë. Kjo mendoj që do të ishte shumë e rëndësishme të respektohej, gjë që kryesisht nuk respektohet. Pse së respektohet? Sepse gjithmonë fëmijët kanë detyra... Lektyrat, sidomos. Lektyra dhe detyra të tjera në pushimet pranverore, vjeshtore, verore të tjera. Në fakt, nëse isha pytur në ditën e mërkure, kisha lënë pushim. Pse pikërisht mërkurën? Ndoshta është mesi jo javës të cilën me zë që po e kalojmë. Jo, në shumë vende praktikohet dita e mërkur, ditë pushim për fëmijët në shkolla. Mendoj që mund të jetë një relaks, mirë po në këtë ditë të mërkur, ndoshta fëmijët të merren me ndonjë sport, të merren me aktivitete të tjera të cilët s'kan të bëj drejt për drejt me mësimet, dhe mendoj që mund të jetë një relaksim për fëmijët, mirë po e di që nuk kemi në ato standarde të vendit tonë, sepse edhe nëse kemi ditën e
mërkur fëmijët pushim, ne i kemi presionin pastaj prindërit se ku t'i lënë fëmijët atë ditë, qysh e kemi presionin edhe gjatë pushimeve se ku t'i lënë, mirë po nëse flasim në oaza se shteti, domethënë, apo ne si vend kishim qenë më mirë nga të gjitha aspektet, mendoj që dita e mërkur kishte qenë ideale për një pushim. Do shta komi qenë kështu ide në tarmen që ditën e mërkur me... Na do i rritëm fëmijët tanë, dhe ose po, dhe atër, po si dhe që tjetë, urojmë të kenë shëndet gjithë fëmijët tanë, edhe normalisht t'juajtë të gjithë shqiptarëve, dhe përshpesoj shumë që atëherë kur nuk shkone, prindërit të mirë kuptojnë, po gjithmonë kështu me arsye objektive. Unë ju falenderoj shumë që ishte sot në emision. Faleminderit për ftesën. Ishte Ignaci.